Fatkeqësisht për momentin nuk jetojnë më shumë se sa 25 shtëpi. Është shkolla e këtij fshati e cila tashmë është jo funksionale, e vetmja zhurmë e cila tashmë po ndëgjohet në këtë fshat janë cicërimat e zogjve të cilët po qëndrojnë këtu në Përlisa. Unë po ta them kështu kushtimisht respekti, dashuria e madhe për prindin tim. Dhe baba jam, prindi jem, ka pas dëshirë me jetu këtu, në masakrën e Izbicës, dhe nuk e ka zbej qëndresën e njerëzve këtu, dhe nuk e ka zbej përkrahjen për vendin tonë. Po vrasja e shpresës është më e madhe se aty në njerëzve. Këta i kanë bërë tani edhe komuna edhe këtu investimet edhe në rrugë, edhe në rrymë, në rrjete, po ka qenë pak e vëndshme për shkak që jo në fillim. Jemi ardhur sot në fshatin Izbicë të komunës së Skënderajit, fshat ky ku mbetën të vdekur 147 persona gjatë masakrës së luftës. E në këtë fshat gjatë luftës kanë jetuar 82 shtëpi, e pas luftës ky numër ka shkuar deri në 120. Fatkeqësisht për momentin nuk jetojnë më shumë se sa 25 shtëpi. E ne sot jemi ardhur pikërisht këtu për me e pa gjendjen nga afër. Në këtë fshat mbizotron një qetësi e madhe e pothuajse gjithçka është e braktisur, sepse banorët e këtij fshati tashmë janë zhvendosur nga këtu. Mbrapa meje është shkolla e këtij fshati e cila tashmë është jo funksionale, sepse numri i banorëve këtu është tepër i ulët. E para shkollës gjendet edhe ambulanta e këtij fshati, e cila gjithashtu është e mbyllur. Është tejet e dhëmshme qysh një fshat që ka kontribuar jashtëzakonisht shumë gjatë luftës, ka mbetur i zbrazët dhe shtëpit tashmë janë e vetmja zhurmë e cila tashmë po ndëgjohet në këtë fshat janë cicërimat e zogjve të cilët po qëndrojnë këtu në Përlisa. Ne jemi të qëndruar më shumë se një gjysmë ore këtu dhe nuk kemi parë asnjë veturë të vetme e cila kalon kënej pari. Sa kanë qenë gjatë luftës të banueshme, kur ka nisë me u zbraz fshati edhe pse? Po, gjatë luftës na i kemi pas 80 shtëpi. 82 apo 3, tash mos jem kështu, 82 ose 83 shtëpi. Pas luftës fillun ka pak se u hap familjet, fillun edhe munda, kanë pakalu gati numër 120. Edhe pas lufte kanë jetu këtu tonë, që po flasëm na. Mas një 5-6 vite, shkolla largë, mjekësia largë, gjitha po mendoj kanë qenë pak largë se është fshat i largët për qytetit, edhe i fundit po flasëm për me Skënderajin, fillun me dalë disa, fillun në përshkollime, fillun në punë dikon tjetër, tash një person që punon në Prishtinë nuk mundet me udhëtu pe këtuit. Djali i jemës po mundet me udhëtu në Skënderaj, për çdo mëngjes po banan atje. Do thotë është problemi që edhe zgjedhja e autobusit ka qenë përpara e mirë, tash na ka dalë edhe autobusit, na ka mbyllë edhe ambulanta, u mbyll edhe shkolla. Që sa vite janë? Shkolla është mbyllë që një 5-6 vite. Ambulanta një 2 vite e gjysë 3 tash. Edhe këto tjerat mos kem, po mendoj për pas qyty në shtëpia, këto krejt janë 27 shtëpi, deri maksimumi mund me qenë 30, se janë edhe 2 shtëpi që janë pjesë të Leqinës, po janë me fshatin e Izbicës, po. Edhe na këto do që na merr, po edhe prej këtyne familjeve janë adresu, kanë blej, banesa, banime në për qytete, varësisht ku punojnë. Po mendoj ata të cilët punojnë në Prishtinë kanë blej ose Prishtinë ose për Kosovë. Këta që punojnë në Mitrovic ose afër Mitrovicës Skënderaj, disa edhe në Skënderaj, disa edhe Prizren, mos flasim në për. Po kjo është që më shumë ti që po na dhem neve dhe sy qytetar, që ata që janë në Kosovë nuk ka më rëndësi se do të banon ku do në qytetari i Kosovës. Po neve po na ikin edhe për jashtë vendit, jashtë Kosovës. Dhe kushtet, unë e mendoj, kushtet nuk i kanë pas as këshia sa që mes me mujt me jetu këtu, sa duhet në fillim, as me ujësillësin, as me, po mendoj, me rrugët, as me rrymen, as me rjetet, se tash në bodhe rjetet sociale janë sene që janë nevojshme, elementare për jetë njeriu. Këta i kanë bërë tani edhe komuna edhe këtu investimet edhe në rrugë, edhe në rrymë, në rjetet, po ka qenë pak e vëndshme për shkak që jo në fillim.
fakt banor të Po. cilë keni qëndru edhe nuk e keni braktisë Zvicën? Çka ju ka bo mos me braktisë? Unë po ta tham kështu kushtimisht respekti, dashuria e madhe për prindin tem. Dhe baba jem, prindi jem, ka pas dëshirë me jetu këtu dhe ka pas mundësi në qytetin e Istogut ka pas edhe bleme, po e ka ndryshu, e ka pru këtu për me bon dhe me jetu këtu. Vetëm për me qu atë porosin e prindit me rujt këtu. Absolut tjetër nuk kem nëj diçka për post asajna. Dhe këtu ka lindë edhe babgjyshem, edhe baba, edhe për hirë të tyne, kem mendu edhe na me jetu edhe unë do të jetoj vazhdimisht deri sa të vjen momentin, ndoshta edhe që nuk mëj. Se na mundu me qenë edhe dikur kur plakum edhe nuk mundu me lëviz, me ezë, nashta do të më shku edhe ka pjesa, urbane ka pjesa e qytetit, po për momentin do të jetojmë këtu, se neve na i kanë bla thash gjatë luftës qytuan 147 njerëz. Masakrën e Zvicës, dhe nuk e ka zbe qëndresën e njerëzve këtu dhe nuk e ka zbe përkrahjen për vendin tonë. Po vrasja e shpresës është më e madhe se aty në njerëzve. Kur një qeveri e jonë, dhe nuk po flasëm veç për këta oktale, po vazhdimisht për gjithë qeverit, kur e vrasin shpresën e një populli, nuk besoj që ai popull mundet me qëndru gjatë. Se ai ka problemi jonë ka njëherë po na lyp për para gjatë kohës të okupimit të Serbisë. Na kena lyp qysh me shliru vendin. Sot po lypum qysh në cilën shtet njihum ma të sigurt.